Tashmë është zyrtare. Nedim Bajrami huazohet te skuadra e Al Taawoun. 27 vjeçari kishte kohë që ishte jashtë planeve të Rangers, teksa është huazuar me opsion blerje për 2.5 milion pound te skuadra që militon në Arabinë Saudite. Klubi i ri ka zgjedhur t'i bëjë një prezantim tepër special mes fushorit me tipare sulmuese të kombëtares shqiptare, duke i vendosur epitetin magjistar. Gjatë një interviste të dhënë për Sky Sport, Mërgim Vojvoda ka folur për javët e para të tij te Udinese. Ish lojtari i Komos ka treguar: "Kam ndjerë një besim të madh nga ana e klubit dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Jam shumë i lumtur. Dua të provoj të bëj diçka të bukur dhe më të mirë se në të kaluarën." Runjaic, kemi biseduar, ai është i kënaqur që më ka këtu. Vojvoda ka dhënë edhe një koment për Nicolo Zaniolon. "E dim që ka cilësi të mëdha, që mund ta ndihmoj skuadrën. Shpresoj që të kuptohemi mirë me njëri tjetrin." Skuadra e Hajduk Splitit ka humbur 2-1 ndaj Varaždin në ndeshjen e parë të sezonit të ri në elitën e futbollit kroat. Në këtë ndeshje, asist bëri mes fushori i kombëtares shqiptare Adrion Pajaziti. Pajaziti asistoi te goli i vetëm i shënuar nga Pukstas në minutën e 56. Në këtë ndeshje, minuta nuk pati për 2 lojtarë tjerë shqiptar, si Bruti dhe Raci, që janë edhe ata pjesë e Hajdukut të Splitit, por e ndoqën ndeshjen nga stoli. Transferimi i Mirlin Daku te Spartaku i Moskës pritet të zyrtarizohet së shpejti, por sulmuesi shqiptar nga Kosova po përballet me një situatë të pakëndshme, ende pa e veshur fanellën e klubit rus. Shkak janë bërë disa tifoz ekstremist të Spartakut. Bëhet fjalë për tifo grupin Crazy North, që ka dalë publikisht kundër afrimit të tij, duke përdorur gjuhë fyese dhe mesazhe me përmbajtje të rëndë ndaj shqiptarëve. Në kanalin e tyre në Telegram, grupi Ultras shkroi: "Shprehim kundërshtimin ton të plot ndaj transferimit të mundshëm të Mirlin Dakut në klubin ton. Ne mbështesim popullin vëlla serb dhe qëndrimi ynë ndaj ustashëve, si dhe veçanërisht ndaj shqiptarëve dhe kosovarëve, mbetet i pandryshuar." Në anën tjetër, mesazhi në pankartë thuhet: "Fundërina shqiptare jashtë." Mbetet për t'u parë nëse këto reagime do të bëhen pengesë për transferimin e Dakut te Spartaku i Moskës, apo gjithçka do të finalizohet me sukses. Portieri shqiptar Simon Simoni zhgënjen në 2 ndeshjet e para në Superligën e Zvicrës. Skuadra e Luzernit pësoi sot humbje 3-0 ndaj Sionit në ndeshjen e raundit të dytë të kampionatit. Ai ka pësuar 6 gola në 2 ndeshje. Vlen të theksohet fakti se në duelin e sotëm ndaj Sionit, golin e parë e shënoi shqiptari i Kosovës, Donat Rudhani, në minutën e 9. Trajneri i Genoas, Daniele De Rossi, ka folur dje pas miqësore së luajtur nga ekipi i tij ndaj Leicester, edhe për Mario Mitajn. Futbollisti nuk bëri debutimin e tij në këtë miqësore dhe trajneri shpjegoi se pse kishte lënë jashtë lojtarin, por duke mos kursyer elozhet për futbollistin e kuqezinëve që ju bashkua pak ditë më parë skuadrës. Ai ka cilësi të shkëlqyera, ofron shumë zgjedhje, e nxjerr ekipin mirë përpara me top dhe di si të shtyjë. Edhe fizikisht, pavarësisht se nuk është një dollap, ai ka shpejtësi, e mban, luan me cilësi dhe shkon përpara. Shumë i ngjashëm me Martin ose Angelino, këta mbrojtës të krahut që nuk janë gjigant, por din ku ta çojnë topin. Për sa i përket cilësisë dhe prekjes, ai do të na arrisë nivelin dhe kam ndjesinë se ai mund të luajë edhe në pozicionet e tjera në fushë. Tani le të shohim sa kohë kemi. Ai ndjehej mirë sot, por nuk doja ta rrezikoja. Ishim të lodhur ne nga udhtimi e lëre maj, të cilit i duhet i nënshtrohej vizitave mjekësore, fotove dhe firmave. E lash jashtë, por ai është në gjendje të mirë. Ai është pak prapa nesh në përgatitje, sepse ka bërë më shumë volum se sa intensitet, por nga të dhënat që keni parë, ai do të jetë mirë së shpejti. Ishin fjalët e De Rossit për mbrojtësin e kombëtares shqiptare. Juventusi ka zyrtarizuar gjatë fundjavës afrimin e 2 sulmuesve të rinj. Bardhezint blen më në fund Randal Kolomuanin dhe pastaj edhe Kerim Alajbegovic, duke shpenzuar për të 2 futbollistët shifra që mund të arrijnë deri në 90 milion euro në varësi të bonuseve. Por ndonse tani më në fund ka sulmuesit që kërkonte në dispozicion, trajneri Luciano Spalletti ka vendosur që të mos heqë dorë nga Armand Durmishi.
Sulmuesi i talentuar shqiptar, i cili prej 2 vitesh është pjesë e përfaqësueseve të moshave kuqezi, ka qenë që në startin e grumbullimit përgatitor, pjesë e lojtarëve në urdhrat e trajnerit. I afruar fillimisht për të bërë numër derisa të plotësohej skuadra, Durmishi ka luajtur rregullisht në miqësore deri tani, pasi Spalletti ka preferuar ta shohë në veprim. Dhe duket se trajneri është bindur nga aftësitë e tij, ndaj ka vendosur ta marrë me vete në turneun që Juventusi do të zhvillojë në Hong Kong dhe Australi. Emri i Durnishit ishte përfshirë në listën e skuadrës që është nisur drejt Hong Kongut, ku të mërkurën Juventusi do të përballet me Chelsea, para se të udhëtojë drejt Australisë, ku do të luajë miqësore me Interin dhe Palermon. Skuadra e Brøndbyt shënoi fitore minimale 1-0 ndaj Viborgjit në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë në elitën e futbollit danez. Golin e fitores e shënoi futbollisti shqiptar Olti Hyseni. 19 vjeçari shënoi me kokë në minutën e 80, pak minuta pasi u fut në lojë. Kujtojmë që dje Hyseni u prezantua te skuadra daneze dhe sot shënoi menjëherë gol që ja siguroi 3 pikë skuadrës së tij të re. Ai u bashkua me skuadrën e re nga radhët e danezëve të Sonderjyskes. Sulmuesi Giacomo Vrioni duket se ka rilindur te skuadra austriake e Wolfsberger. 27 vjeçari e nisi kampionatin me dopjet, teksa gjeti i pari rrugën e rjetës në këtë sezon për skuadrën e tij. Futbollisti i kombëtares shqiptare shndroi në gol një 11 metrësh në minutën e 18, duke i dhënë avantazh ekipit të Wolfsberger në përballje ndaj Austrisë së Vjenës. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0. Vrioni nuk u mjaftua me kaq, teksa në minutën e 63 shënoi sërish me penallti, duke u treguar tepër i saktë nga pika e bardhë e 11 metrëshit. Vlen të theksohet fakti se Vrioni arriti të shënonte një numër të konsiderueshëm golash edhe në testet miqësore, duke u shndruar në një bomber të vërtetë. E ardhmja e Kristian Aslanit duket se po shndrohet në një telenovel me shumë seri. Të shumta kanë qenë hipotezat që kanë qarkulluar së fundmi, ndërkohë që është përfshirë në ofertën zyrtare që Interi ka dërguar Al Ittihad për transferimin e Musa Diaby. Sipas raportimeve të Al Jadia, klubi zikaltër ka ofruar 18 milion euro, ndërsa pjesë e marrëveshjes është edhe kartoni i Aslanit. Për momentin nuk ka ende një vendim zyrtar nga Al Ittihad, por negociatat mes klubeve vijojnë dhe e ardhmja e mesfushorit shqiptar pritet të qartësohet në ditët në vijim, ndërsa pak orë më parë u raportua se edhe Hull City ka shfaqur interes për shërbimet e Aslanit. Mbrojtësi shqiptar Marash Kumbulla është shumë pranë një transferimi te Rayo Vallecano. Klubi spanjoll dhe Roma kanë hyrë në fazën finale të negociatave për huazimin e futbollistit 26 vjeçar. Sipas raportimeve, dy klubet po finalizojnë detajet e marrëveshjes, ndërsa procedurat e fundit pritet të përfundojnë së shpejti. Konfirmimi zyrtar i transferimit mund të vijë në ditët në vazhdim. Ernest Munçi vijon formën e tij fantastike me fanelen e Trabzonspor, teksa ditën e sotme ka rrëmbyer sërish skenën në duelin miqësor ndaj Udinezes, skuadrës që militon në Serinë A italiane. Ylli i kombëtares shqiptare realizoi në minutën e 4 një gol fantastik me të brendshme nga cepi i majt i zonës duke surprizuar portierin Pjana, teksa i dha avantazhin skuadrës turke. Munçi është shndruar në një nga lojtarët më të spikatur të momentit te Trabzonspori, teksa në sezonin e shkuar realizoi 11 gola dhe dha 3 asiste në 26 ndeshjet e kampionatit, duke fituar zemrat e drejtuesve të tifozëve të skuadrës turke. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare Stavrios Pilos ka realizuar 2 golësh në miqësoren e AEK Athens kundër Sintrydense. 25 vjeçari zhbllokuai shifrat në minutën e 7 dhe në të 19-ën i dyfishoi ato. Aktualisht skuadra e tij po udhëheq me rezultatin 3-0.